Ishte shtun dhe Artani, burrim, ishte në punë. Makina ime kishte nisur të bënte një zhurmë të çuditshme, një trokitje thatë që vinte nga poshtë dhe unë nuk isha guxim ta çoja te mekaniku. Unë e rregulloj, më kishte thënë Kunati Iliri. S'është gjë e madhe, më duhet vetëm një çelës dhe pak kohë. Dhe kështu në garazhin e ngushtë me derën gjysmë të hapur, ne ishim vetëm. Ai ishte udhur në një skarë të vogël me kokën e përkullur poshtë timonit. Unë qëndroja pranë duke i mbajtur dritën, sikur të isha infermierja një kirurgu. Mbaje fort, më tha, dhe unë e mbajta. Por dora ime dridhej, nuk ishte nga frika e makinës. Ai futi dorën në kapuç, në atë hapësirë të errët dhe të ngjethë dhe filloi të vepronte. Lëvizjet e tij ishin të sigurta, por të forta. Shpatullat i dridheshin çdo herë që shtypte. Fytyra, e ndriçuar nga drita e celularit tim, kishte një shprehje përqendrimi që më bënte të harroja se ishte Kunati im. "Ma afro pak", më tha zëri i tij i ulët, dhe unë ju afrova. Aq sa të ndjeja nxehtësinë që rrezatonte nga trupi i tij. Aq sa të dalloja erën e tij, një përzierje djerse dhe benzine që më mbushi hundët. Ai vazhdoi, por dora e tij në vend që të kthehej te motori, u ngrit dhe më preku kyçin. Një prekje e shpejtë, pothuajse aksidentale, por unë e dija se nuk ishte aksident. E pash në sy. Në atë çast të shkurtër kur ngriti kokën dhe më shikoi. Një vështrim që zgjati një sekond, por që tha më shumë se një bisedë e tërë. "Është gati", tha më në fund duke u ngritur. Ishte i përkullur, i afërt. Nuk ishte vend për të kalluar. Më shtiu butësisht me shpatull për të dalë. Por ai shtytje ishte më shumë se një shtytje. Ishte një gest që më bëri të kthehesha nga ai, duke e parë nga afër. Më vuri çelësat në dorë. Gishtat e tij u ndalën mbi të mit. "Tani duhet ta provosh", tha. "Fute në kyç dhe ktheje." Isha e ngurtësuar. Nuk e dija nëse po fliste për makinën apo për diçka tjetër. U ula në sediljen e shoferit. Makina ndjehi ndryshe, e ngrohtë, pothuajse e gjallë. Futa çelësin dhe e ktheva. Motori nisi me një vrull të papritur, një xhemim i fuqishëm që mbushi garazhin. Iliri qëndronte pranë derës duke më parë. Nuk buzëqeshi, nuk tha asgjë. Vetëm më pa, me atë vështrimin e tij të rëndë. Dhe unë, pas timonit, kuptova. Ajo punë që ai bëri atje, nën kapuç, nuk ishte thjesht një dadë shtrënguar. Ishte diçka më e thellë. Ishte një provë. Një provë e forcës së tij, por edhe e kufirit tim. Isha aty, në makinën që ai sapo kishte prekur me duart e tij të forta, dhe ndjeja se makina nuk ishte më e imja, ishte e tij. E kishte bërë atë punë fort dhe unë nuk isha guxuar ta ndalloja. U ktheva në shtëpi. Artani nuk ishte ardhur ende. Makina ishte e qetë, e rregulluar, pa asnjë trokitje. Por brenda meje diçka trokiste ende. Një pyetje pa përgjigje, një prekje në kyçin e dorës dhe atë vështrim. Atë vështrim të Kunatit që më thoshte, "Tani e di, por nuk do ta thuash kurrë." Dhe kishte të drejtë. Artani erdhi, provoi makinën dhe tha, "Sa mirë që e rregulloi Iliri, nuk bën më zhurmë." "Po", i thash, "nuk bën." Dhe në ato dy fjalë, unë e mbylla atë sekret. Një sekret që nuk ishte fjalë, ishte një ndjesi. Ishte era e benzinës dhe e djersës, ishte ai moment në garazh kur Kunati im më bëri atë punë fort dhe unë nuk bëra asgjë përveç se e mbajta dritën. Makina ishte gati, por unë nuk isha më e njëjta.